بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا أيها الناس أو njerëz kujdes keni në konsiderat thirrjen e Allahut Azza wa Jall se kjo është thirrje për adhurim. Këtu është fitimi, shpëtimi, liria, knatësia, lumturia, krenaria, mburja. O njerëz, adhuroni Zotin tuaj i cili ju ka krijuar ju dhe ata që ishin para jush, që të mund të ruheni nga të këqijat. O njerëz, vërtet juve ju ka ardhur një provë bindë se Muhamedi nga Zoti juaj dhe zbritur një dritë e dukshme Kur'ani. O njerëz, friksoni Zotit tuaj i cili ju krijoi prej një njeriu, ndërsa prej atij krijoi bashkëshorten e tij, kurse prej këtyre dyve krijoi shumë meshkuj e femra, dhe friksojeni Allahut me emrin e të cilët ju kërkoni të drejtat e ndërsjella dhe ruani lidhjet farefisnore. Se vërtet Allahu është përherë mbi këqyrës mbi ju. O njerëz, juve ju erdhi nga Zoti juaj këshilla, Kur'ani, dhe shërimi i asaj që gjendet në gjokset tuaja në zemra, edhe udhëzim e mëshirë për besimtarët. O njerëz, ruajuni dënimin nga Zoti juaj, sepse dridhja pranë katastrofës kiametit është një llahëtari e madhe. O njerëz, ushqehuni me të gjitha ato gjëra të lejuara të mira që gjenden në tokë dhe mos diçni gjurmë të shejtanit, sepse ai është një mend armiku juaj i hapur. O njerëz, ruani me mirënjohje të mirat që Allahu udhëron. A ka ndonjë Zot tjetër që ju furnizon juve nga qielli e toka? Nuk ka Zot tjetër përveç tij. E si pra e ktheni shpinën? O njerëz, s'ka dyshim se premtimi i Allahut është i vërtetë. Pra të mos u mashtroj juve jeta e kësaj bote, dhe të mos u mashtroj juve ndaj Allahut, ai mashtruari shejtani. O njerëz, ju keni nevojë për Allahun, e Allahu nuk ka nevojë për ju. Ai është i falendëruar. O njerëz, unë jam për ta tërhequr hapta si vërejtje. O njerëz, kjo thirrje që vjen nga krijuesi Allah, pa dyshim që është e këndshme për veshin e njeriu të arsyeshëm. Allahu im, bëje fjalën dhe thirrjen tënde të dashur dhe të pranuar në zemrat tona. Allahu im, lehtësoj zemrat e njerëzve për ta pranuar thirrjen tënde. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yet humbly